Përshëndetje. Ka njerëz që zgjohen në mëngjes dhe përpara se të lajnë dhëmbët, kontrollojnë nëse janë ende normal. Zemra ure më fort. Një mendim absurd u kalon në kokë dhe menjëherë shpërthem paniku. Mos jam duke u çmendur? Mos ka filluar diçka e rënë tek unë? E kjo ndjesi është aq e vërtet, aq e frikshme, sa personi bindet se diçka e tmerrshme po ndodh në trurin e tij. Por ja e vërteta, në shumicën dërmuese të rasteve, nuk është çmenduri, është ankth. Dhe ankthi kur nuk kuptohet, luan rolin më të keq të një psikopati imagjinar që gërvisht mendjen çdo ditë. Kur mendja fillon të bëjë zhurmë. Ankthi ka një mënyrë shumë të zgjuar për të shfaqur. Fillon si frikë fizike, rrajë zemre, djersitje, ndjesi nxehtësie, marramendje, por shpejt shndrohet në frikë mendore. Truri, që kërkon kuptim për çdo simptom, nis të prodhoj skenar. Po sikur të mbas kontrollin unë. Po sikur të ndodh diçka në rrugë. Po sikur të mos jem më vetvetja. Nuk duhet të ri vetëm në shtëpi. Duhet të kem njerëz. E në këtë fazë personi futet në një cikël obsesiv, mendimi i frikshëm sjell ankth. Ankthi shton simptomat përforcojnë frikën dhe kështu truri bindet se po ndodh diçka serioze, madje as mjekët më të mirë nuk e gjejnë se çfarë ke. Në të vërtetë, kjo është hipervetdije. Mendja që monitoron veten në mënyrë të sëmurë. Nuk është çmenduri, është përtej analizës. E tej analizon. Mendja që vëzhgon mendjen. Një pasqyrë që shikon një tjetër pasqyrë, ndërsa të humbësh orientimin. Frika nga humbja e kontrollit. Një nga simptomat më të zakonshme të ankthit është frika që do humbasësh kontrollin. Se mund të bësh diçka të çmendur, të thuash diçka të papranueshme, të dëmtoj dikë ose veten. Kjo frikë është paradoksale, sepse zakonisht e kanë pikërisht njerëzit që nuk do të bënin kur këtë gjë. Këta persona kanë vetdije të lartë morale, janë të kujdesshëm, ndjeshmërisht të ngarkuar dhe ndonjëherë perfeksionist. Mendja e tyre nuk është duke u prishur, përkundrazi, është tepër aktive e tej stimuluar. Frika që po çmendesh është si një alarm i brendshëm që kur trupi është i lodhur, kur trupi është i tej ngarkuar me stres, ose kur njeriu ka shtypur emocione për shumë kohë. Nuk është çmenduri, është mbrojtje. Si ndodh kjo të themi çmendje e rreme? E le ta zburdojmë shkurtimisht. Stresi i gjatë aktivizon sistemin nervor simpatik dhe trupi është në gjendje alerte. Trupi lëshon adrenalin që përshpejton ritmin e zemrës, frymarrjen, mendimet. Ky hiperaktivitet mendor përcaktohet si diçka që nuk shkon. Truri përpiqet ta shpjegojë dhe përfundon me skenarin katastrofik, po çmendem. Në fakt truri nuk po shkatërrohet, thjesht po punon me 300 km/h në një rrugë që ka limite 80 km. Rezultati: zhurmë, tension, ndjesi dhimbje orientimi, dispersonalizëm, dhe nuk ndihesh më vetvetja. Rezultati: zhurmë, tension, ndjes humbje orientimi, depersonalizim, kur ndjes sikur nuk je vetvetja. E depersonalizimi dhe derealizimi janë gjendje të zakonshme në një ankth të lartë, të themi. Ndjes sikur je jashtë trupit, si një ëndër, si spektatori vetvetes. Por nuk janë shenja të çmendurisë, janë strategji mbrojtje të trurit në mënyrë për të shmangur mbrojtjen emocionale. Po dakord do thot dikush, po pse mendja e trembur nuk dëgjon arsyen? Kur dikush është në krizë ankthi, logjika nuk hyn dot aty. Mund i thuash 100 dhe nuk je duke u çmendur, por truri i tij është në modalitetin e mbijetesës.
ai nuk kërkon argumente, kërkon siguri. Dhe sigurin e kërkon me kontroll. Kontroll mbi çdo ndjesi, mbi çdo mendim, mbi çdo reagim, por nuk është më kontroll. Është më shumë ankth, sepse sa më shumë përpiqesh të kontrollosh mendjen, aq më shumë e ushqen mendimin e frikshëm. Për shembull, mos mendo që po çmendem. Ose ti thuash vetes, mos mendo për një elefant roz. Truri natyrshëm mendon pikërisht për atë. Kështu krijohet bllokimi. Po cila është rruga e shërimit? Prano simptomat dhe mos lufto me to. Kur përpiqesh ti largosh, ato bëhen më të forta. Në vend të kësaj, thuaj, po, ndjej frikë tani. Nuk më pëlqen, por nuk do më vrasë kjo frikë. Pranimi e çarmatos ankthin. Kupto mekanizmin, jo mitin. Kur kupton se frika po çmendem është simptom me ankthit, jo e psikozës, frika u mbet e rënë. Psikoza është mungesë e vetëdijes. Ankthi përkundrazi është e prisë vetëdije. Pra, nëse pyet veten, mos jam duke u çmendur, përgjigjja është jo. Se pse po e mendon? Ktheu te trupi. Frymëmarrja e thellë, ecje vetëdijshme, aktiviteti fizik. Trupi është dera për t'u kthyer në realitet. Kur trupi qetësohet, truri ndalon alarmet. Kufizo analizën. Mos gërmo çdo mendim. Mos kërko përgjigje filozofike për çdo ndjesi. Ndaj ditën në detyra konkrete, mbaje mendjen e zënë me diçka të jashtme. Fol me dikë që është profesionist në këtë punë. Psikoterapia ndihmon të kuptosh rrënjën e ankthit, ndoshta një ngarkesë emocionale pa shprehur, një traumë vjetër ose një periudhë lodhjeje kronike. Terapia të mëson si të mos besosh çdo mendim që kalon në kokë. Fli. Ha dhe mos u ndëshko. Pagjumësia, kafeina, alkooli apo uria e rrisin panikun. Truri i uritur dramatizon gjithçka. Kujdesi bazik për veten është terapi më vete. Po kur mendja shpik diagnoza. Shumë njerëz që ndjen kështu kalojnë muaj duke kërkuar në internet. Tani na ka dalë ChatGPT-ja, namin po bëjnë. Simptomat e skizofrenisë. A fillon çmenduria me ankth? Çfarë ndodh kur truri prishet? Dhe sa më shumë lexojnë, aq më shumë gjejnë dëshmi që janë si rasti tyre. Interneti është katalizator i frikës. Në vend që të gjesh përgjigje, gjen pasiguri të reja. Në realitet, nëse ke frikë se po çmendesh, zakonisht nuk je i çmendur. Të çmendurit e vërtet nuk e vëre këtë gjë. Kjo tingëllon brutale, por është fakt klinik. Kur frika bëhet mënyrë jetese, nëse kjo ndjesi zgjat me muaj dhe të kufizon, atëherë duhet trajtuar si çrregullim ankthi, për shembull çrregullim paniku ose obsesiv kompulsiv. Në këto raste, terapia kognitive behaviorale dhe në pak raste, mjekimi i lehtë me antidepresiv bëjnë diferencën. Nuk të bëjnë robot, t'japin frymëmarrje për të kuptuar. Çrregullimi i ankthit nuk është çmenduri. Janë mekanizma të tej aktivizuar të mbijetesës që duhen riprogramuar dhe po riprogramohen. Mendja që trembet nga vetja. Në tel, problemi nuk është çmenduria, por frika nga çmenduria. Truri njerëzor ka një aftësi të frikshme të besoj mendimet e veta. Dhe këtu fillon ngatresa. Mendja mund të prodhojë çdo lloj mendimi të çuditshëm, të frikshëm, të neveritshëm, por kjo nuk do të thotë që është realitet. Ato janë vetëm impulse elektrike, jo profeci. Të mos dish të dallosh midis mendimit dhe rrezikut real është çfarë i mban shumë njerëz peng. E në fund të fundit, nuk po çmendesh, po kalon një periudhë ku mendja po rrotullohet më shpejt se trupi. E gjithë kjo është e rikthyeshme, por nuk kalon duke analizuar më shumë,
kalon duke jetuar më shumë, duke dal nga koka dhe duke hyrë në jetë. Në vend të pyesësh çfarë kam, pyet çfarë po shmang. Në vend që të kërkosh diagnozë, kërko qetësi mor njeri. Sepse çmenduria e vërtet nuk është ajo që trem, por ajo që nuk di që ekziston, ndërsa ti e di shumë mirë. Prandaj ke frikë. Dhe kjo për çudi është shenjë shëndeti. Fundi i vërtet i këtij paniku vjen jo kur bindesh se nuk je i çmendur, po kur nuk të intereson më ta vërtetosh. Atëherë trupi pushon së rrotulluari dhe më në fund hesht. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Nëse dëshironi, mund të bëni dhe komentet tuaja. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi, mund të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofsh.